Gjykata e posaçme do të vendosë në 25 maj për procesin ndaj kryetarit të Komisionit të Prokurimeve Publike, Joniad Myzyri. Hetimi ndaj tij nisi në vitin 2025 për tenderin e mirëmbajtjes së segmentit rrugor Rrëshen-Shpal, Shpal-Ura e Respit, me gjatësi totale 59 kilometra. Vlera e prokurimit kapte shumën e 2.2 milion eurove. Pas hapjes së dosjes nga SPAK, Myzyri u paraqit të paktën 3 herë për të dhënë dëshminë e tij, ku procesimi ishte edhe për 4 anëtarët e komisionit, Vilma Zhupaj, Lindita Skeja, Merita Zeqaj dhe Enkeleda Bega. Për 3 personat e tjerë, Ardian Kaza, Ndockulla dhe Geralda Diaj, u ngritën dyshimet për falsifikim dokumentesh. Kaza rezulton ish administratori AEK Monella, ndërsa Mehdi Lale i kompanisë Mela dhe Ndockulla i kompanisë Jubica. Në 11 prill, prokuroria e posaçme vendosi mbylljen e hetimit dhe pushimin e akuzës, duke paraqitur në GKK kërkesën për pushimin e çështjes. Tashmë do të jetë trupa gjykuese që do të shqyrtojë dosjen e akuzës për të vendosur përfundimin ose jo të çështjes. Myzyri është bërë disa herë objekti i deklaratave të kryeministrit Edi Rama, që e ka cilësuar të padrejtë hetimin dhe balt ndaj kryetarit të KPP-s. Madje qëndrimin e fundit, kreu i qeverisë e dha në prezantimin e reformave publike më 11 maj. Rezultoi tërësisht pa lidhje me asnjë lloj faj apo me asnjë lloj problemi. Por balta që ju hodh